Mjet të pandehurve ka degeneruar në një konflikt fizik ndërmjet tyre. Armand Bajrami, kolegu do të na sjell më shumë detaj për këtë ngjarje të rëndë, por njëkohësisht edhe të pazakont në një seancë gjyqësore. Armand, të përshëndet, çfarë ka ndodhur dhe njëherë konkretisht, pse u konfliktuan palët? Po bruna një situatë pa ndodhur më herët në fakt të shënuar ditën e sotme në gjykatën e posaçme, ku të pandehur të njëjtit proces brenda kafazit të xham të sallës së gjyqit janë konfliktuar fizikisht dhunshëm me njëri tjetrin. Bëhet fjalë për një seancë gjyqësore që ka qenë ndaj 4 personave të akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Erenis Dobrës, të ndodhur korrikun e vitit të shkuar në zonën e Matit dhe nga ana në të seancën e ditës sotme, ku të pandehur janë 3 vëllezër, vëllezërit Bushgjokaj, saktësisht Fation Aleksandër dhe Kristi Bushgjokaj, dhe i pandehur i 4 është Petrit Çakraj. Ka pasur një konfrontim fizik mes 3 vëllezërve Bushgjokaj dhe të pandehurit tjetër. Kjo për shkak se referuar deklarimeve të dhëna gjatë hetimit paraprak, por njëkohësisht edhe qëndrimeve të mbajtura në procesin gjyqësor, vëllezërit Bushgjokaj kanë pretenduar se i bashkëpandehuri i tyre ka thënë fakte të pavërteta dhe të paqëna dhe se po rëndonte pozitën penale të tyre për fakte që nuk ekzistonin. Pikërisht për shkak të kësaj situate, ditën e sotme dhe për shkak të tyre pretendimeve, në fakt duhet theksuar të thëna edhe më herët nga vëllezërit Bushgjokaj, ka pasur ditën e sotme një konfrontim mes tyre, konfrontim që ka ndodhur në kafazin e sallës së gjyqit, ku 3 vëllezërit kanë sulmuar fizikisht edhe në praninë të punonjësve të policisë brenda kafazit të sallës së gjyqit Bushgjokaj, duke i shkaktuar atij edhe disa dëmtime nga informacioni paraprak që kemi deri në këtë moment, dëmtime në fytyrë. Por njëkohësisht dëmtimet lehta kanë pësuar edhe punonjësit e policisë që kanë qenë pranishëm në kafaz, edhe pse janë lejuar pra duke qenë ndonse kanë qenë pjesë të njëjtit shqyrtim gjyqësor, dhe siç e theksova, edhe pse gjatë shqyrtimit paraprak është konstatuar fakti që në thënjet e tyre ka pasur kundërshti apo përplasje mes pandehurve, sërish të pandehurit kanë qenë në të njëjtin kafaz, edhe pse në praninë e punonjësve të policisë, por kjo nuk i ka penguar ata që të sulmojnë fizikisht bashkëpandehurin e tyre. Ka shkaktuar patjetër ndërprerje të kësaj seanci gjyqësore, dhe pse ka zgjatur për pak sekonda përplasja fizike mes palëve që përmenda, por më pas kjo ka çuar edhe në ngritjen e alarmit në gjithë godinën e gjykatës posaçme, ndërprerjen e të gjitha proceseve të tjera gjyqësore. Kjo për shkak që punonjësit efektive të policisë së burgjeve të tokës shoqërimit që kujdesen dhe për sigurinë e të paraburgosurve në sallat e gjyqit dhe në qëndrimin e tyre, ndjekjen e tyre, shoqërimin gjatë gjithë seancave gjyqësore, të angazhohen dhe të shkojnë në ndihmë të kolegëve të tyre për të neutralizuar situatën, për të shuar konfliktin, por njëkohësisht dhe për të veçuar palët. Përveç punonjësve të sigurisë brenda në gjykatë, ata që janë planizuar dhe që ndodheshin në kohën kur ndodhi kjo përplasje fizike në ambientet e gjykatës, erdhën edhe efektiv të policisë komisariatit numër 3 Tiranë dhe njëkohësisht efektiv të forcave shqiponja, të cilët të lajmëruar për të situatë të pazakont në gjykatën e posaçme kanë mbritur me urgjencë, janë parë dhe filmuar në fakt të futen një shpur prej gati 10-12 punonjësish të policisë, të cilët erdhën pranë gjykatës posaçme, por në kohën që ata mbritën nuk u nevojit më ndërhyrja e tyre për shkak se gjithçka ishte neutralizuar. Ndërkohë që do të bëhet aktualisht një pjesë e proceseve gjyqësore, ose të paktën salla në të cilën ndodhi kjo përplasje nuk ka proces gjyqësor, ndërkohë që gradualisht po përpiqet gjykata të rivendos normalitetin, pra për të rinisur edhe proceset e tjera gjyqësore, ndërkohë që po kçyren kamerat e sigurisë, pamjet filmike për të vërejtur se si ka nisur dhe dinamikën e këtij konflikti, dhe patjetër për të proceduar më pas për të vlerësuar nevojën e nisjes së një procedimi penal apo jo. Dakor, pra situata është normalizuar, Mandi, por ditën e sotme në SPAK është paraqitur dhe Sali Berisha, apo jo, në kuadër të masës së sigurisë. Çfarë ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike jashtë godinës? Ish kryeministri i vendit Sali Berisha u paraqit ditën e sotme në prokurinë e posaçme në zbatim të masës detyrim për paraqitje, të cilën e zbaton prej
më shumë se një viti e gjysmë tashmë, ku të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji, Lideri Demokrat do duhet të paraqitet në SPAK. Ashtu sikur se ndodh në çdo rast tjetër, zoti Berisha lë një mesazh me shkrim, kur edhe në këtë mesazh sulmonte ish titullarin e prokurorisë posaçme Altin Dumani, duke etiketuar atë me mbiemrin Troplini dhe duke i vënë atij barrën, ashtu sikur se zoti Berisha në vimësi e konsideron si bashkëpunëtor në farsën zgjedhore të vitit 2011 sipas zotit Berisha, ndërkohë që më pas ish kryeministri Berisha përmendi dhe duke shtuar akuzat ndaj Altin Dumanit, i kishte pikërisht edhe sa i takon dosjes të zëshme të pak ditëve më parë të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, një dosje, një hetim i zhvilluar nga prokurori Dumani dhe kolegja e tij Elida Kaçkinit, cilët quan në caktimin e 20 masave të sigurisë dhe goditën 2 grupe kriminale të përfshira në trafikun e drogës, por njëkohësisht edhe në pastrimin e parave, përmes investimeve në pasuri të paluajtshme në kryeqytet, në ndërtimin e kullave, por edhe në komplekse turistike në Bregdet, ku një pjesë të konsiderueshme të numrit të personave ndaj të cilëve u caktuan masa sigurie, janë edhe biznesmen dhe biznesmen të dëgjuar në fushën e ndërtimit. Ish kryeministri Berisha ngriti dyshimet duke përmendur dhe duke etiketuar këtë dosje si dosja Aruba, për shkak se personazhet të biznesit të përfshirë në këtë dosje përmendet të paktën disa takime të tyre në ishullin holandez të Arubas, dhe duke ndonë se përmendet të paktën edhe prania e zyrtarëve shqiptarë, zoti Berisha tha se SPAK po mbronte dhe nuk tregonte nëse nxirrte emrat e biznesmenëve apo të trafikantëve, po mbronte dhe nuk po tregonte emrat e pushtetarëve që kishin shkuar dhe kishin marrë pjesë në këto takime kriminale sipas tij në ishullin Aruba. Mëtej ish kryeministri Berisha dha komente duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve edhe sa i takon protestës apo një zhvillimit të ditës së dieshme në kampin socialist, ku deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku u deklarua se ishte e pavarur nga dita e dieshme dhe se nuk i përkiste më grupimit të Partisë Socialiste. E vlerësoi si akt qytetar zoti Berisha këtë veprim të deputetes Koçeku, por i gjendur në kushtet ku ende nuk është dhënë një sqarim nga zonja Koçeku, cilat kanë qenë arsyet që ka marrë këtë veprim. Zoti Berisha, pyetje së bërë nga CNN nëse do ta ftonte apo jo Mariana Koçekun në familjen e tij politike, tha se pasi të njihet me gjithë arsyetimin dhe arsyet që zonjusha Koçeku ka pasur për t'u larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, më pas do të vlerësohet hap pas hapi situata apo një ftesë apo jo e mundshme nga ana e Partisë Demokratike. Ndërkohë që sa i takon në protestës opozitare, ish kryeministri protestës qytetare, po që po zhvillohet prej 15 ditësh tashmë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një protestë që pasohet më pas me marshime në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Zoti Berisha e përgëzoi protestën, tha në fakt se nuk ishte as pak i pyetur nga CNN nëse ndjente xhelozi që një protestë qytetare ka arritur të mbledhë në shesh më shumë protestues se sa kanë mbledhur në vimësi protestat e iniciuara apo të thirrura nga Partia Demokratike. Zoti Berisha tha se nuk kishte asnjë lloj xhelozie prej tij, kishte vetëm admirim për qytetarët, madje konfirmoi faktin se në protestë marrin pjesë mira, tha ai, demokratë, të cilëve ai vetë ju ka kërkuar që të marrin pjesë në protestë, por të marrin pjesë aty pas një logo politike dhe në respekt të protestës qytetare dhe të protestës jo partijake. Zoti Berisha tha se ai vetë nuk do të shkonte dhe nuk shkonte në këtë protestë pikërisht prej faktit se është një person partijak dhe se nuk plotëson në një farë forme kriterin e kërkuar nga protestuesit për të pasur në thelbin e saj një protestë jo partijake dhe jo me përfaqësues të nominuar të partive politike. E qartë. Mirë, Armand Bajrami, të falenderoj për raportimin e drejtë në A2 Puls. Le të ndjekim një pjesë nga fjala e zotit Berisha në ambientet e jashtme të SPAK gjatë paraditës së sotme.